gratë të shtazona pas lindjes në predispozitë të madhe janë ato që bie në depresion dhe faza të rënda emocionale. Është depresioni postpartum që quajmë ne pas lindjes, është për depresioneve të rënda. Është shumë i vrullshëm, i shpejt, te i kalon shpejt, mirë po reagimi duhet me qenë efikas. Kur është gjendje shumë e rëndë, rekomandohet ndërprerja e gjithënjës që nëna të futet në antidepresiv. Me njerë futet në terapi antidepresante. Këto trajtime tek këto raste, a zgjasin më shumë se tek rastet e ndodhive tjera, e gjendjeve tjera? Shiko, vetë lindja është një traumë. Plus asaj, depresioni, dhe më thonë, faktikisht janë të ndërlidhuna shumë. Tash edhe më varet prej simptomave që prezentojnë. Nëse është simptoma që nuk e donë fëmijën e vetë, e shef ndryshe, ose e donë shumë i dhimbet, ose ka manifestime suicidale, atër trajtimi bëhet brenda spitalit psikiatrik, jo ambulator, për vetvrasje nëse mendon. Më thonë, edhe këto, do thotë, janë ma komplekse dhe trajtohen brenda spitalit psikiatrik.